Një tjetër rast i dhunës në familje është regjistruar në qarkun e Korçës duke hedhur dritë mbi problematikën ende të pranishme në mjediset familjare. Policia e Pogradecit ka nisur procedimin penal ndaj një 37 vjeçare nga Pusteci, e dyshuar për dhunë ndaj vjerrës së saj. Sipas burimeve zyrtare nga Policia Pogradec, bëhet fjalë për shtetase RM, 37 vjeçe, e cila akuzohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj vjerrës. Menjëherë, pas denoncimit, viktima është pajisur me urdhër mbrojtjeje, një masë e menjëhershme ligjore që synon mbrojtjen e saj nga çdo formë tjetër e mundshme e dhunës. Materialet hetimore janë referuar pranë prokurorisë së gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë, e cila pritet të vlerësojë hapat e mëtejshëm procedurial ndaj të dyshuarës. Ky rast vjen në një kohë kur institucionet ligjzbatuese dhe shoqëria civile po bëjnë thirrje të vazhdueshme për ndërgjegjësim dhe zero tolerancë ndaj çdo forme të dhunës në familje. Sipas të dhënave të policisë, rastet e dhunës familjare në qarkun e Korçës vijojnë të jenë shqetësuese, pavarësisht mekanizmave ligjor të vendosur për parandalimin dhe ndëshkimin e tyre. Autoritetet ju bëjnë thirrje qytetarëve të raportojnë çdo formë të dhunës dhe mos qëndrojnë në heshtje përballë një fenomeni që shpesh mbetet i padukshëm, por ka pasoja të rënda sociale dhe njerëzore.